me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Mirë për çdo përqeshës, shpifës. Mirë për atë që ta dhe përqesh. Njerëzin, mirë ata që kanë këtë cilësi të ureta për ndëshkimin e rënd që i pret. Ata përqeshen dhe tallen me njerëzit, me fjalë dhe me veprime. Umeze është ai që i fyen dhe i tal njerëzit nëpërmjet veprimeve të tij, ndërsa Lumeze është ai që e bën këtë me fjalë, që grumbullën pasuri dhe e ruan për armërinë e ndruar. I cili ka mbledhur pasuri dhe e ruan, me koprat si atë. Ai mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Prej cilësive të këtyre njerëzve është edhe lakmia e madhe për grumbullimin e pasurisë. I vetmi qëllim dhe shëtësim i tyre është mbledhja e pasurisë, ruajtja e saj që të mos paksohet dhe mburja me të. Ata nuk mendojnë asnjëherë që ta shpenzojnë atë për bamirësi, për mbajtjen e lidhjeve farefisnore etj. Nga ignoranca e tyre, ata mendojnë se pasuria do t'i bëjë të përjetshëm në shijimin e mirësive të kësaj dynjaje. Për këtë arsye, të gjithë mundin dhe aftësitë e tyre i shfrytëzojnë për të grumbulluar dhe ruajtur pasurinë. Ata shpresojnë se pasuria do të zgjasë edhe jetën e tyre, por nuk e dinë të mjerët se kooperacia e shkurton jetën dhe i pakson begatitë e saj, si edhe i shkatërron popujt, dhe mendon që ajo pasuri e tij do ta bëjë të pavdekshëm. U tefsiru sure el, Umeze, aje 2. Jo, mashtrohet. Ai, me të vërtete, do të hedhet në Hutames këtër, i habitur. Jo, kursesi. Ai do të flaket në zjarrin shkatërues. Hutame. Mendimi i tyre është i gabuar, prandaj nëse nuk thehen nga ajo rrugë, do të hidhen në Hutame. Pastaj, për të treguar të mirin e madh tek këtij zjarri, i lartësuari bën pyetjen. E kush të tregon ty se ç'është el, Hutame? E ku mund ta dish ti se ç'është zjarri shkatërues? Hutame? Pikëshuditse vetëm ai që e ka krijuar mund ta di realisht dhimbjen që ajo fshih brenda saj. Në vijim, i mallruar i shpjegon se çfarë është Hutame. Ai është zjarri i ndezur i Zotit. Është zjarri i Allahut, i ndezur fort, që depërton deri në zemër. Ai, zjarri do të qëndrojë i mbyllur mbi ta me shtylla. Zjarri të shtrira. Lënda djegëse e këtij zjarri janë njerëzit dhe gurët. Aq e fort është nxehtësia e tij, saqë ajo depërton deri thellë në zemër. Ata do të jenë të izoluar brenda kësaj nxehtësie dhe pa shpresë se mund të dalin ndonjëherë prej saj. Pas portave janë vendosur kangjellat e larta që ata të mos dalin jashtë. I lartësuari thot në një ajet tjetër, ndërsa ata që kaluan çdo kufi në gjunoh ndaj Allahut, vendbanimi i tyre është zjarri. Sa herë që përpiqen të dalin nga ai, kthehen dhe u thuhet, shijojeni dënimin e zjarrit që ju e konsideronit gënjeshtër. Sejdë 20. E lusa Allahun të na ruaj nga ky përfundim dhe të na ruaj nga çdo vepër që e bën atë të meritueshëm, i cili do të depërtojë deri në zemër. U tefsiru sure el, Umeze, ajet 6. Ai zjarri do të jetë i mbyllur mbi ta si saç. U tefsiru sure el, Umeze, ajet 6. Në shtyllat e gjata flakruese. U tefsiru sure el, Umeze, ajet 6.